Me dy profesionistë sonte diskutojmë për basketbollin, ndoshta do diskutojmë pak edhe për futbollin pse jo, edhe e fnishin se Gjan e kapin këta të dytë. Qyrin gjithçka. Arditi pan krahun tim të djathtë, besim Xhamajtin krahun tim të majt, faleminderit që jeni sonte me neve. Faleminderit edhe juve për ftesën. Po ja fillojmë me basketbollin fillimisht, po ndalemi te ekipet vendore tashmë në prag fillimit të kampionatit, fillimisht qysh është gjendja te Peja. Është gati Peja. Peja ka një muj diçka që i ka fillu përgatitjet për sezonin e ri, pra nga data 25 gusht, ku trajneri tashmë i ri i skuadrës për këtë sezon, Greg Gibson, së bashku me lojtarët ka fillu përgatitjet për këtë sezon. Deri tash kemi zhvillu dikur rreth 5 ndeshje miqësore, pra i kemi zhvillu 2 këtu në Kosovë ndaj Beslidhjes edhe skuadrës së vllaznimit, edhe i kemi zhvillu 3 ndeshje pra në Shkup, dhe tashmë e kemi edhe nesër një ndeshje ndaj skuadrës Golden Eagle Yllit në Suarek, që është edhe ndeshja e 6 përgatitore për skuadrën tonë. Pra një pasqyrë shumë e mirë për trajnerin edhe për gjithë lojtarët, për atë që ka dëshirojmë të arrijmë në këtë sezon. Skuadra është kogja e përgatitur, kogja mirë e komponuar me njëri tjetrin, dhe shpresojmë që tash sezoni i ri të na gjejmë formën më të mirë që është gjithmonë synimi i KBP-s. Në anën tjetër, Trepça për ka vendort me sa e kom pa, ka rujt boshtin e ekipit, ka intervenu te basketbollistat ndërkombëtar. Sa tu ka duk që kanë vepruar mirë deri tash në komponim Trepça te skuadra për këtë sezon. Po Trepça tek pjesa vendorëve ka lëvizur vetëm me Erjan Kastratin edhe Borim Zekiqin, domethënë është largu pas 3 viteve Erjoni. Ndërsa është kthyer. A kanë bërë mirë që kanë larguar Erionin po të ndërprej? Pa mendimin tim edhe për shefin tim po. Ndërsa tek pjesa e lojtarëve të huaj, Trepça është kompletuar, pothuajse më duket se ka mundësi edhe për një lojtar tjetër të huaj ta marrë, nga se i ka Sean Jones, i cili është me dokumenta lojtar, domethënë që mund të luajë edhe për Kosovën. Kështu që ka edhe një hapësirë tjetër boshe, megjithatë pres Trepça pas paraqitjes në garat evropiane edhe në disa miqësora aq sa ka mujt për me përcjell me pas ndryshime. A mundet me qenë një prej emrave që mundet me u dallu si vetë në Superligë Sean Jones? Është përmendur edhe nga zyrtarët e Trepçës. Shumë besoj po. E kanë përcjellë ndeshje miqësore edhe në loja që ishte në Bullgari atje. Sean Jones është lojtar me shumë përvojë të mëdha që kanë ndihmuar shumë Trepçë, zakonisht në Kësigara edhe në këto lurat në Kosovë gjithmonë kanë rolin kryesor lojtar që kanë përvojë. Sean Jones është i tillë. Në anën tjetër te Peja çka mbuni përshtypje ke basketbollisti Eduard Beqiri. Nga New Yorku vjen në Kosovë dhe është hera e tij e parë që po luajë në Kosovë. Shumë interesant si prurje. Interesant si prurje, dhe realisht e ka treguar një kvalitet kogja të kënaqshëm në këto ndeshjet miqësore, dhe pritet më kon ndihmës e madhe për klubin, duke pas parasysh që pritet të regjistrohet pra si lojtar vendor, këtu. Edhe do të jetë një ndihmë shtesë me skuadrën tonë që ka shumë nevojë për lojtar vendor. Kemi krijuar një grup kogja të kënaqshëm me lojtarë si Dardan Berisha, Arti Hajdari, Malcolm Armstead dhe Musab Mala, pra po ashtu dhe Shëndrit Llapi e disa lojtarë të rinj që janë. Një grup kogja i kënaqshëm i lojtarëve të vendore, dhe ndihma e Eduard Beqirit do të jetë kogja e madhe për skuadrën, duke marrë parasysh që i kemi edhe 6 lojtarë të huaj, që është posaçërisht për ndeshjet evropiane, sepse dim që në Kosovë lejohen 5 lojtarë të huaj të jenë në formacion, pra i 6 nuk lejohet, 3 lejohen të jenë në lojë, 2 në bankën rezervë, kështu që KBP-ja i ka bërë disa prurje kogja kualitative, besoj unë, edhe kam dëshirë që me kon kualitative, shpresojmë që këtë parashikimin tim edhe këto komentet e mia me i vërtetua dhe me fillimin e Superligës. Kur e kuptuan që kemi qenë në studio te ne sonte, shumë prej adhuruesve të basketbollit më pyetën për lajmet e fundit sa i përket mungesës pagave te Peja e mundësia për me përjashtu nga garat evropiane. Çka ka realisht vërtet në këtë tregim? Asgjë.
Asgjë s'ka të vërtet në këtë tregim. Kaq më thonë, domethënë KBP. Se realisht me pas diçka, jo normalisht. Ishit bllokuar edhe në afatin kalimtar apo jo? Në afatin kalimtar edhe ne realisht kemi pas ftesë prej IMBL-it që tashmë gjatë gjithë kohës po shkon duke qenë një ligë në rritje, një ligë që goxha ka skuadra të mira këtë sezon kemi 27 skuadra, po ka edhe skuadra si Newcastle dhe skuadra nga gjitha shtetet e Evropës, nga shtetet që janë të njohura për basketbol, edhe KBP-ja është një ndër skuadra që ka marrë ftesë, edhe nëse këto lojme kishin qenë vërteta, sepse duhet një goxha buxhet i mirë për me marrë pjesë në këto gara, duke marrë parasysh gjitha udhëtimet që bëhen në shtetet e jashtme, gjitha akomodimet që duhet mi bëu për skuadra tjera që vinë këtu në pej, kështu që veç më thonë që nuk janë të vërteta dhe janë në rregull. Trillime. Super. Tash po duam ja u bëni pyetje dyve, duke pa tash prej zhvendosjes ekipeve po dalim pak te trajner. A ka pas një herë trajner në Superligën e Kosovës me kas nivel? Po nisim prej Prishtinës, po dalim te ju, po dalim te Trepça, po dalim edhe te Bashkimi. Po flasim për trajner goxha të nivelit të lartë. Po. Unë pra po thëmë me fol për trenerin që ka pas Peja, që e ka tash Peja, Greg Gibson, i cili ka pas goxha eksperjenca të mira në karrierën e tij, dhe e kemi edhe lojtar që i kemi aktualisht në klub që kanë punuar më përpara me trajnerin Greg Gibson në Finland. Greg Gibson ka qenë disa herë kampion në Finland, që është në një ligë goxha e mirë për ka niveli i basketbollit, edhe ka treguar një me thonë maturitet, një seriozitet edhe një rrjedhë shumë të mirë punës që nga dita e parë që ka ardhur në pej, pra ka qenë edhe para se me fillu sezoni, pra ai ka qenë e din gjithë që e kemi prezantuar shumë herët. Edhe e ka pas një ide para se më prezantu si trajner i PES, ka ardhur dhe ka vizitu vendin një herë, ka këshur ku ka me ardhur, ku ka me punu, o njoftu për ekipen, edhe ajo ka qenë një ndihmë shumë e madhe, sepse këtë sezon ekipa o ndërtu me urdhrat e trajnerit, pra çka do që ka, vendor, lojtar të huaj kanë qenë kërkesat e trajnerit, edhe tash për shembull është edhe zëvendësi i Mike Girling që ka goxha një eksperiencë të mirë, edhe besoj që me këtë dyshe të paktën pankin kemi pas një nivel shumë të kënaqshëm, sepse e din mirë basketbollin dhe shpresojmë që nivelin e tyre ta tregojnë edhe në Superligë. Beqir Agiqi si vjet konkurrencë edhe për ka trajner. Edhe trajnerin e Golden Eagle Yllit e harrova. Pra, bëhet fjalë për disa trajnerë të nivelit në altë si vetë Superligë. Zakonisht në Kosovë, ka pjesa e basketbollit gjithmonë ka ofruar trajner me emra të mëdhej. Mbaj mend domethënë periudhën pas luftës deri në vitin 2007-2008, ka qenë pastaj një rënje e skuadrave që nuk kanë pas edhe shumë buxhet për me ofru lojtar trajner, mirë po në këtë pjesë unë mendoj që qëndrojmë shumë më mirë në ofrimin e trajnerëve që kanë përvojë, kanë potencial, mënoj bagazh pas vetes se sa me ofrimin e lojtarëve të huaj, të cilët duhet të zëvendësohen çdo vit nga 5, edhe shumë problem jam ja qellu 5 lojtarëve të huaj. Mirë po ka aspekti i trajnerëve, unë besoj që Kosova mundet shumë mirë për më mburr në arenën ndërkombëtare, kemi pas trajner me përvoja të mëdha, me emra të mëdha, domethënë mos harrojnë përveç Adisit ka qenë edhe në pej Rami Hadarin, emri i madh. Edhe plota një tjerë, Prishtina, mos përmendë me emra sa ka pas atë periudhë në saj të famshme, Bashkimi gjithashtu, tash si vjetë përmendje edhe trajnerin e Yllit, domethënë edhe në këtë pjesë unë mendoj se Kosova prapë mund të mburret me sjelljen e trajnerëve të huaj në Superligën e Kosovës. Ana pret një sezon spektakolar, mund me qujtë spektakolar, për bazë forcimet e ekipeve, gjithçka. Duke parë mënyrën qysh kanë punu gjitha ekipet gjatë kësaj vere, përfshirë edhe skuadrën që është ngjitur në ligë tash Ravecin 029, besoj që do jetë një sezon që ka me pas shumë surpriza sa i përket renditjes, atyre që janë lart, atyre që janë poshtë, kështu që ka me qenë nuk ka me pas skuadër me 1 fitore, 2 fitore. Ato e di sigurt, ka me qenë se cila skuadër ka me pas gjasa me mujt se cilin skuadër, kështu që të bëhemi gati pak për surpriza, inshallah në fund Peja kampion. Po besoj që është pak herët për me prit nëse kemi me pas ose spektakël, unë pres që me pas
rivalitet më të madh se sa vitin e kalum. Besoj që si që ardite nuk me pas skuadrë më vetëm nga një fitore ose dy, ku me qenë gara më e ashpër edhe për vendin e parë deri të vendi i 4, po edhe për vendit të 5 deri në vendin e 8. Normalisht tash do të më bëj shumë sinqer se presim gjithë që me qenë Rahoveci ajo skuadra që do të pritet për me rënë sërish nga liga, nga se nisim nga i parimi që ka ardhur nga liga e parë edhe nuk ka lojtar, nuk ka buxhet, ke qirat mirë, po Rahoveci ka ditë me qenë skuadra që ka performuar shumë mirë në Superligën e Kosovës, në një periudhë ka qenë edhe finaliste e play-offit, unë shpesh kom vizituar qytetet, ato më pëlqen ai vend edhe ai entuziazëm i atyre banorëve atë se sa dojnë basketbollin. Po basketbollin, e ka një palestër jashtëzakonisht mirë, është më e mira për mendimin tim në nivel Kosovës. Edhe kisha pas qef që në të ardhmen e afërt me u bë ndoshta edhe 8 ekipe ose 10, po nëse jesin 8, me u kriju një strategji që mos me lëviz skuadrat që kanë buxhet. Kjo është mendimi jem, se nëse për shembull si vjet kish potencialisht do të binte skuadra e Borës ose Rahovecit nga Superliga në ligën e parë, atë cila skuadër po hyn në Superligë dhe cila është fuqia e saj me u përballu skuadrave tjera. Ky sistem pak a shumë përdoret në NBA aktualisht edhe me vitet tona. Unë isha përdorur edhe në Kosovë në momentin që ka skuadër që kish mujt me arrit një shifër buxhetore për me qëndru mirë financiarisht në Superligë, pse mos më bëllë 9 ekipe 10, ma shumë s'kemi potencial, po s'po deri në 10 ekipe për me qëndru. Nga se kemi pas një herë dhe dritën, kemi pa ka shku këtë sezon se ka pas një fitore, nuk ka qenë diçka që ka prodhu diçka mirë. Thjesht për me plotsu numrat e Superligës. Sakt. Po du më ndalë tash te pjesa se përmendi palestrën. Po kampionati i planifikuar me 4 tetor, ka gjasa mos me nis me 4 tetor, se prej 1 tetorit në shumicën e komunave kanë paralajmëruar që kalojnë shfrytëzim të KQZ-s. Po, prej 1 tetorit unë nuk më fol për krejt palestrat, po kam informacione që është për shumicën e palestrave në Kosovë. Prej 1 tetorit deri me datën 15 tetor, për shembull palestra Karagashim Pej është në shfrytëzim të KQZ-s për zgjedhjet lokale, që unë nuk e mbështes hiç si ide, sepse kemi prej muajit maj disa ekipe prej prillit që nuk e kanë pas skuadrën e tyre të luajtë basketboll kompetitiv, dhe është një pritje goxha e gat që me pas më shumë muaj pa basketboll se më shumë muaj me basketboll. Kështu që unë e kam një informacion që kam dëshirë me shpërnda, është fakti që kam humbajt një mbledhje e bordit të FBK-s, edhe aty kam u vendos se a kam u shty liga, inshallah nuk shtyhet liga sepse është një lajm i keq jo veç për neve, por për secilin prej 8 ekipeve në Superligë. Është një ide që gjatë atyre kohëve kur këto palestra janë zëna pra me u lujt ndeshjet në pallatin e Rinis në Prishtinë, si një lloj turnamenti, muj me thonë, si një lloj Final Four, po 2 javë të para, pra ndeshja javën e parë për ballë Trepça me Pejen, vend se më lujt loja në Mitrovic, më lujt loja në Prishtinë, pra me qenë nga 2 ndeshje në në oraret 4 edhe 8, ose kështu pra orare që munden me u vendos të 2 ndeshjet brenda një dite, edhe ka me qenë diçka që kanë me vendos ekipet, edhe nuk e di a kanë mu pajtu ekipet me këtë gjë, sepse realisht edhe dëmtohen disa ekipe, sepse për shembull Trepça Peja është një ndeshje që e presin gjithë, edhe për shembull ata e hupin një ndeshje vendas, që i bën gjatë 4 ndeshje. Një ndeshje Trepça Peja. Po, në Mitrovic. Arditi po fol për 2 javë e para, po më që mund me pas gjas me shku edhe më shumë nëse shkojmë ballon. Ko ashtez zoti Lipa. Ko ashtez, po shpresoj që me u gjet një zgjidhje edhe mos me u shtyt, sepse realisht një shtyrje edhe më shumë me ligës, sepse i bën që liga ka pas me fillu me 4 tetor, edhe me deri me datën 15 tetor kanë me u lujt 3 ndeshjet ligës, se kanë me pas ndeshje në mesjavë. Edhe për shembull tash nëse shtyhet liga, mbet një orar shumë i ngjeshur që nuk mundet më u përshtat, sepse KBP-ja, KB Prishtina luajnë në EMBL, Trepça luan në FIBA Europe Cup. Ka gjasa bashkimi me lujt në FIBA Europe Cup sepse fitojnë ndeshjen e parë me 5 pikë, kështu që i bën që 4 prej 8 ekipeve me lujt në Evropë që nuk i gjasa teorike me zhvillu ndeshjet Superligës në mesjavë. Edhe për shembull ne si KBP-ja nuk
nuk guxojmë, nuk mundemi me u lyp i NBL-it që ndeshjen e parë në kompeticion me shty. Me datën 14 tetor luhet ndeshja KBP-ja Rigazelli, është një ndeshje që KBP-ja duhet me gjetë zgjidhje, me luajt në një prej palestrave tjera në Kosovë që janë të lira, sepse në vendin tonë, qytetin tonë nuk mundemi me. Qysh më thonë më qysh më thonë më ndërkombëtarëve, KÇZ e kanë zonë palestrat, s'kena ku me luajt. Jena në zonë, hajde ma po. Që kjo është pjesa, mëna që tash, nëse tragikomike. mos me dash me hi shumë ka pjesa politike, po me të vërtetë s'është punu as pak ka pjesa sportive në këto 25-6 vjet e fundit. Tash mos është merë, s'është merë jenë tjerë që vlerësojnë edhe e kemi pa të gjithë se sa është investu në sportin e Kosovës, në palestra, në fusha sportive, këtë në gjitha, mirë po me të vërtetë në që të pikë, po mënaj është absurde me në ndodhë diçka e tillë. Se shtet në ndodhë një aktivitet sportiv mos më realizu, se për shembull këtu s'është tash pyetje veç basketbolli, nuk e di jashtë handbolli, për shembull. Krejt handbolli, volejbolli. Po, do të thonë janë këtë përfshime. Futbolli sportet që luajnë palestër ti s'ki gjasa më vonë. Këtu janë krejt komplet. Krejt pauzë. Plus kësaj, do të thonë janë të pamundshme edhe stërvitjet. Po. Shtej haksoj tash të me gjithë klubet. Po, në sallat shkollës mesme. Po. Edhe ato sallat e shkollave të mesme, fatkeqësisht e dim çfarë janë, që s'besoj kriteria as për nxënësat e shkollave që i kanë ata se lemo për lojtar. Tash është pak të lashëm pjesën kur ti merr lojtar të huaj që vijnë nga Amerika, ne kemi poçetar që kanë luajtur në NBA, edhe nuk është shumë pasqyrë e mirë as për shtetin, as për sportin, domethënë se ata e shohin një ngjarje të tillë që po ndodh për shkak të një punë të zgjedhjeve politike, domethënë që sporti po mëson. Po, domethënë shkaku i politikës që i kish dashur me qenë kundërta, që sporti më apo hajrin politikës në këtë rast është ja po sherrin. Edhe në fund ka një mendim të shkurtë të dashur për kombëtarën e Kosovës në ballafaqimin me Suedisë, se s'u ka rromu pa me Juve, edhe për librin e kompetitivit të shtesë kur shpallët kampion e fnesh në fund. Ama shkurt. Kosova shpresoj ndeshja me Suedin ishte një ndër ndeshjet më të mira që unë e kam pa për Kosovës, domethënë ishte kënaqësi e jashtëzakonshme. Me datën 10 tetor jam në stadium për ndeshjen me Sloveninë, kështu që shpresoj që pak më shumë fati pruj e kampion e fnesh shpallët Lando Norris. Ai more zot. Tash kemi dal pak ka futbolli, na merr po më shumë se 90 minuta i ka futbolli. Po, do ne kum përcillat ndeshje normalisht që një lojë e tillë na ka gëzuar gjithëve, ka qenë një performancë shumë më e mirë se ajo që ishte në ndeshjen ndaj Zvicrës, edhe na ka jep në kështu një shpresë më të madhe tash për ndeshjet e ardhshme. E për formula unë ja, nuk po sin atë. Faleminderit dyve shumë, ishte kënaqësi se gjithmonë.